Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se takohemi së bashku në rubrikën intervistë. Muaji nëntor për shkollën e muzikës dhe baletit në Uqen ka qenë i mbushur me aktivitete artistike të dedikuara nxënësve. Me nisjen e ciklit të koncerteve muzikë dhe gëzim, nxënësit e kësaj shkolle janë paraqitur para publikut përmes disa mbrëmjeve muzikore ku janë prezantuar orkestra dhe solistë të rinj gjithashtu edhe kore. Ndërsa përmes bashkëpunimeve ndërshkollore kanë përfaqësuar Ulqenin edhe jashtë qytetit përfshir koncertin e mbajtur në Shkodër. Për të folur më zyrtarisht mbi këto aktivitete, për rëndësinë e tyre në formimin artistik të fëmijëve dhe për rolin e shkollës së muzikës dhe baletit në jetën kulturore të qytetit, sot kemi kënaqësinë të bisedojmë me drejtoreshën e kësaj shkolle, zonja Fatima Buzuku. Përshëndetje, faleminderit që na keni mirëpritur këtu në ambientet e shkollës. Përshëndetje, faleminderit juve që vazhdimisht i ndiqni aktivitetet tona dhe në këtë mënyrë tregoni një përkrahje për punën e nxënësve dhe të shkollës në përgjithësi. Muaji nëntor ka qenë shumë aktiv për shkollën e muzikës dhe baletit në Ulqen. Si do ta përshkruani këtë periudhë në përgjithësi për nxënësit dhe për shkollën? Po. Domethënë këtë vit koncertet i kemi konceptuar në një mënyrë pak më ndryshe. Kemi organizuar një cikël koncertash, të cilën si thshat e kemi titulluar Muzikë dhe Gëzim. Muzika e dim që gjithmonë sjell gëzim për fëmijët, jemi edhe në prag të festave dhe prandaj edhe lindi ideja sikurse këtë cikël ta quajmë në këtë mënyrë. Cikli përfshin 8 koncerte. Janë 7 koncerte të shkollës së muzikës dhe i fundit është koncerti i shkollës së baletit. Në këto koncert jemi munduar të përfshijmë gati të gjithë nxënësit, sepse në kjo shkollë numëron mbi 300 nxënës dhe për atë shkak edhe kemi vendosur të jenë 7 koncerte në mënyrë që të përfshin sa më tepër nxënësa, siç solist ashtu edhe ansamblet të ndryshme. Pra besoj që çdo nxënës do përfshihet në këto koncerte, qoftë si solist apo në grup, siç janë koncertet, orkestrat dhe ansamblet. Dhe si lindi ideja për këtë cikël, apo do jetë kjo përfshirja të gjithë nxënësve? Po, natyrisht, përfshirja e të gjithë nxënësve në një mënyrë të tregohet puna që ato bëjnë që kanë bërë gjatë kësaj periudhe në shkollën e muzikës. Mirë, në këtë koncert janë përfshirë kore, orkestra dhe solistë të rinj. Sa e rëndësishme është kjo formë gjithë përfshirje për zhvillimin e nxënësve? Po padyshim që koncertet janë ato që i motivojnë nxënësit, i frymëzojnë ato dhe natyrisht edhe prindit kanë një kënaqësi, natyrisht ato duan dhe kanë të drejtë të dinë se çfarë ato bëjnë dhe si e kalojnë kohën në këtë shkollë dhe çfarë ato mund të paraqesin para publikut. Po sa ndikon dalja shpesh në skenë në rritjen e vetbesimit dhe në formimin artistik të fëmijëve? Secila dalje është një përvojë e re, një plus të them për to, padyshim që rritet vetbesimi, padyshim që fitojnë frymëzime të reja dhe motivohen. Domethënë koncertet janë, si thohet, pika më e lartë e shkollës muzikës. Domethënë në këtë nuk mjafton thjesht t'i bien para mureve, ose të them para hapësirave të mbyllura, thjesht vetëm para profesorit. Por është bukur që atë muzikë që ato mësojnë këtu, ato emocionet e tyre, ato t'ja përcjellin edhe të tjerëve. Gjatë muajit nëntor janë mbajtur disa koncerte rradhës, disa punë dhe përgatitje që ndroi pas çdo paraqitje të tillë. Në art, në muzikë, në përgjithësi duhet punë e vazhdueshme. Pra nuk mjafton që nëse kemi koncert për 2 ditë, të ulemi dhe studiojmë një ditë para. Kështu që padyshim që ato kanë bërë një punë të madhe dhe që nga shtatori ato përgatiten për këto koncerte që po realizohen tani. Mirë, do të mësojmë do të thotë cilat ishin ato koncerte, do të thotë që përmendëm se kishit aktivitete të shumta. Po, përveç ciklit koncerteve që kemi filluar nga nëntori dhe do vazhdoj deri në fund të dhjetorit, kemi pasur edhe një koncert në Shkodër, ku tashmë e kemi bërë edhe tradit, ky është viti i 4 me radhë. Vitin e parë ishim në Tivar, vitin e dytë ishim në Tivat, vjet ishim në Tuz, ndërsa këtë vit vendosëm të dalim pak jashtë kufijve, por gjithsesi afër, të paraqiteshim me një koncert të plotë me nxënësit tanë në qytetin e Shkodrës.
Koncerti doli mjaft me sukses, nxënësit ishën mjaft të kënaqur, publiku gjithashtu, domethënë morëm një feedback shumë të mirë, çka na gëzoi natyrisht jashtëmase. Këto koncerte janë mjaft, siç e thash, motivuese, janë përvoja të reja dhe mundohemi që përmes këtyre koncerteve në një mënyrë edhe të shpërblejmë punën e nxënësve, sepse shumica atyre nxënës që morën pjesë në këtë koncert ishin ato të cilët vjetë kanë marrë çmime të shumta nëpër festivale dhe gare të ndryshme. Dhe në një mënyrë mundohemi që vazhdimisht ato edhe t'i shpërblejmë, edhe t'i paraqesim edhe para një publiku tjetër, jo vetëm në Ulqin. Dhe si ndikojnë këto bashkëpunime në zgjerimin e horizonteve artistike të nxënësve? Po, për disa këto lloj aktivitetesh mund të ndikojnë edhe të ndihmojnë në orientimin e tyre artistik. Padyshim. Mirë. Po si përshjetet të repertori për këto koncerte dhe si përshtatet ai moshës dhe nivelit të nxënësve? Po, për secilën klasë, për secilën degë ekziston një plan program. Natyrisht profesorët janë ato të cilat e përcaktojnë programin, mirë po ato duhet së pari ta njohin nga afër edhe nxënësin, edhe aftësitë e tyre dhe në atë mënyrë ato vendosin programin se çfarë atyre i përshtatet dhe me çfarë ato mund të paraqiten më së miri para publikut. Qartë. Nga pamja të shihet një publik i madh dhe mbështetës. Sa e rëndësishme është kjo për nxënësit dhe për motivimin e tyre? Po, shumë e rëndësishme, natyrisht. Dua të them që pas një fëmije të suksesshëm, padyshim që ekziston ajo përkrahja e madhe e prindërve. Pra, nuk mjafton thjesht puna e nxënësit, puna e profesorit, por është shumë e rëndësishme, e kam theksuar edhe disa herë më parë që përkrahja e prindërve është çelësi, po, gjithashtu bën pjesë në atë suksesin që ato do arrijnë ose kanë arritur. Krahas koncerteve, nxënësit kanë marrë pjesë në aktivitetet e tjera kulturore gjatë muajit nëntor. Sa janë të rëndësishme këto dalje publike për formimin e tyre? Kanë marrë pjesë gjithashtu në garat e recituese të rinj apo jo? Po, vazhdimisht shkolla e muzikës dhe baletit është pjesë e aktiviteteve në qytetin tonë dhe mundohemi sa më shumë dhe sa më mirë të përfaqësohemi jo vetëm në koncertet e shkollës, por edhe në gjitha aktivitetet që organizon komuna, biblioteka, qendra për kulturë, shkolla tjera. Domethënë kemi një bashkëpunim të mirë. Mirë, si e vlerësoni përkushtimin e stafit mësimdhënës në përgatitjen e këtyre aktiviteteve? Sa punë fshehet do të mbas gjithë aktiviteteve? Domethënë, nuk e di me fjalë, nuk mund të përshkruhet, është një punë shumë e madhe, edhe e konsideroj veten me fat që e udhëheq një staf të tillë. Me të vërtetë janë profesionist, punëtor, çka e demonstron vetë aktivitetet dhe koncertet që realizojmë. Pa punën e përbashkët nuk do ishte asgjë e mundur. Cili ka qenë momenti më emocionues apo më domethënës nga aktivitetet e nëntorit për ju personalisht? Po, nuk do mund të veçoj asnjërin sepse secili aktivitet ose koncerti ka ato karakteristikat ose ato të bukurat e veta. Dhe thash, në çdo koncert janë nxënës të ndryshëm, janë formacione të ndryshme, janë kore të ndryshme. Një herë është kori i fëmijëve të vegjël, pastaj janë ato të rriturit, secili e ka të programin e vet. Domethënë secila pjesë ka të bukurinë e vet, kështu që me të vërtetë nuk e di, nuk do mund të veçoja. Mirë, po reagimi nxënësve si është kur marrin pjesë në këto aktivitete? Shihet se kanë një interesim që të dalin para publikut, të performojnë. Natyrisht, gëzimi i tyre është shumë i rëndësishëm për mua personalisht edhe për gjithë stafin, prandaj edhe ato gëzimi i tyre është motivim për neve. Mirë. Cikli i koncerteve do të përmbyllet me performancën e nxënësve të baletit, apo jo? Po, në shkollën e baletit. Sa është i rëndësishëm baleti në programin e shkollës dhe në atë formimin artistik të fëmijëve natyrisht? Baleti është degë e re në kuptimin jo shumë e zhvilluar në tërësi në Maltezi dhe ne jemi shkolla e dytë në Maltezi që kemi shkollën e baletit, që të them drejtën e quajmë veten pak edhe me fat që mund t'ja mundsojmë nxënësve tanë edhe një edukim të tillë.
Në këtë koncert do parasqiten rreth 60 nxënës të shkollës së baletit me koreografi të ndryshme, kryesisht me balet klasik, mirë po do kemi edhe vallëzime të tjera, të cilat profesorët janë duke përgatitur me grupe të ndryshme me të gjitha klasat e baletit. Do të thotë ka të interesuar edhe për balet? Po, natyrisht që po. Mirë. Po përveç aktiviteteve të nxënësve, muaj nëntor u shënuan me paraqitje artistike të profesorëve të shkollës. Ju personalisht dhe soprana Gjulie Pilingu patët një koncert në qytetin e Kotorit, si dhe morët pjesë në festivalin kombëtar në Elbasan. Së pari dua t'ju përgëzoj për këtë, por si e përjetohet këtë personalisht dhe sa është e rëndësishme për nxënësit që profesorët e tyre të jenë aktiv në skenë. Ti ke ndoshta si një motivim? Po, natyrisht që ne jemi ato që duhet të jemi shembuj për to. Skena i ka gjithmonë emocionet e veta, posaçërisht të bashkëpunime me Gjulien. Kemi një bashkëpunim shumë të gjatë, 17 vjeçar, dhe tani kuptohemi shumë mirë në skenë dhe gjithmonë ato koncerte dalin mjaft të suksesshme. Përveç që thatë profesorët të paraqitën në skenë, këtë vit kishim mjaft edhe mysafir profesionist, koncertet të profesionistëve në shkollë. Kishim edhe profesorin tanë të kitarës, Stefan Kostić, së bashku me kolegën e tij, Filip Miladinović, të cilët dha një koncert, që me të them të drejtën ishën shumë prezent nxënësit e tij, nxënësit e klasave të kitareve, dhe në qytetin tonë nuk kanë edhe mundësi shumë të ndjekin koncertet e tilla të muzikës klasike. Përveç tyre kishim edhe violinistin Marko Simović dhe pianisten Vladana Perović, të dy profesor asistent në akademi, në universitet, të cilët përveç koncertit, ato mbajtën edhe një masterclass, një punëtori me nxënës, që ishte mjaft e vlefshme për ta, dhe që këto lloj bashkëpunimesh, shkëmbim mendimesh me profesorët janë gjithmonë shumë të vlefshme dhe pozitive për arritjet e nxënësve. Tani javën e ardhshme kemi edhe një masterclass tjetër me një profesoresh nga Shkodra, Valbona Bushati, flautiste, cila do të mbajë një masterclass me nxënësit e degës së flautit, pasi që ato këtë vit po përgatiten edhe për disa festivale dhe konkurse. Dhe në këtë mënyrë po mundohemi ti ndihmojmë nxënësit sa më shumë. Gjithsesi ky koncert, zakonisht këto masterclasse, për cilën edhe me koncerte, do jetë një koncert në trio me Valbona Bushatin, profesor Anton Kaftallin dhe mua si pianiste. Ja, pra dhe një paralajmërim ndoshta përpara se e kemi bërë publike të premten në ora 7 në sallën e Shkollës së Muzikës, do kemi edhe një koncert tjetër të muzikës klasike. Shumë suksese ju dëshirojmë. Po ju si drejtoresh, jeni kënaqur se si ka ecur i gjithë procesi mësimor këtë vit shkollor? Jam shumë e kënaqur me tërë këto vitet e fundit, duke marrë parasysh që këtë post e kam marrë në kohën kur ishte pandemia, që ishte mjaft e vështirë, mirë po ja dolëm shumë mirë, edhe me ato inqizimet, edhe me ato koncertet online, edhe me ato festivalet online, mendoj që kemi bërë një punë shumë të madhe, tani kemi për detyrë vetëm ta mbajmë këtë nivel. Ne mund të zbulojmë se cilat janë planet e shkollës për të ardhmen sa i përket aktiviteteve dhe angazhimit të nxënësve. Po, diçka konkrete për të paralajmëruar konkret nuk do kisha për të thënë, po që vazhdojmë të mbajmë nivelin, vazhdojmë të përfaqësohemi në festivale sa më të mira në qytete të ndryshme. Kjo do ishte diçka. Uroj që së shpejti ndoshta dhe të kemi një hapësirë, një sallë më të madhe që t'i realizojmë këto koncerte dhe aktivitete. Mirë, dhe për fund çfarë mesazhi do t'u përcjellni të nxënësve dhe prindërve që me përkushtim ndjekin dhe mbështesin punën e Shkollës së Muzikës të Baletit? Të mundohen t'i përkrahin fëmijët e tyre sa më shumë që ëndrrat e tyre dikur të bëhen realitet. Atëherë më mbetet ju falenderoj shumë për kohën që keni pranuar ftesën tonë dhe t'ju uroj shumë suksese në aktivitetet që keni. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista me drejtoreshën e Shkollës së Muzikës dhe Baletit në Ulqen. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim në emisionet tjera.